Arqipeshti i Shkodrës Imzo Gjovani Peragjin e ka përcjellur një mesazh me rastin e 35 vjetorit të meshës së parë dhe falis së parë në Shkodër. Në mesazhin e shpërndar për mediat, Imzo Peragjin e thekson: "Të dashur vëllezër e motra, sot në Shkodrën tonë të dashur, qytetin e martirëve dhe dritës, përkujtohet me mirënjohje e me emocion të thellë 35 vjetorin e meshës së parë, të kremtuar publikisht pas dekadash ndalimit të fesë si edhe faljes së parë në xhamin e Plumbit në 10 e vitit 1990. Ishte momenti kur pas një periudhë të gjatë heshtje e dhimbje, zëri i Zotit u dëgjua sërish në Shkodër dhe besimi i popullit ton u ngrit si një flak që nuk mundi ta shuante asnjë errësirë. Në atë ditë e nëntorit në varresë të Armajt, Dom Simon Jobani, meshtari i kishës martire shqiptare, ngriti për herë të parë pas shumë vitesh dua drejt qiellit dhe shqiptoi fjalë të shenjtë dhe meshës. Ishte një akt i mallguzimi dhe feje, një dritë që ndriçoi jo vetëm Shkodrën, por mbar Shqipërinë. Rreth tij besimtarët qanin, luteshin, falenderonin. Ajo meshë bë fillimin një epoke të re lirie, dëshmi se Zoti nuk harrohet dhe se besimi i popullit shqiptar është më i fortë se çdo zinxhir. Në të njëjtën kohë, disa ditë më pas nga Hafiz Sabri Koçi në xhamin e Plumbit, vëllezërit tan musliman ngritën duart në lutje, duke bërë Shkodrën vendin ku për herë të parë pas dekadash u dëgjua sërish fjala Zot në dy forma ndryshme, por me të dashuri, kështu që ti ju nuk bësh shenjë bashkëtesës, e paqes dhe shpresës. Sot pas 35 vitesh kujtojmë mirënjohjet Dom Simon Jobanin, këtë meshtar të pathyeshëm që nuk u përkul para frikës, por dëshmoi me jetën e tij se feja është më fortë se burgu, më fortë se vdekja. Kujtojmë gjithashtu të gjithë martirët tan, burra, gra që mbajtën të gjallë flakën e ungjillit në errësinë e ateizmit, ata në themelin me të cilin qëndron sot kisha jonë e lirë. Të dashur vëllezër e motra, ky përvjetor i cili nuk më gjen pranjush për shkak të angazhimit jashtë vendit është për ne një ditë falënderimi, por edhe një thirrje për përgjegjësi. Falënderim ndaj Zotit që nuk na braktisë dhe përgjegjësi që të ruajmë të gjallë këtë trashëgimi të shenjtë. Liria fetare që gëzojmë sot është dhuratë, por kërkon prej nesh besim të pastër, dashuri të sinqertë dhe dëshmi të përditshme. Le të jemi bijë dhe bie të dritës që me jetën tonë dëshmojmë ngjitjen e Krishtit dhe ndërtojmë ura mirëkuptimi me çdo njeri vullnet mirë. Le ta bëjmë Shkodrën tonë gjithnjë shembull të bashkëtesës, respektit dhe vëllazërisë shpirtërore, ashtu siç ka qenë në historinë e saj. Në fund le të lutemi që gjaku i martirëve të vazhdojë të jetë fare re për besimin, që drita meshës së Dom Simon Jobanit të mos shohet kurrë dhe që Zoti të na jap forcë për të mbetur gjithmonë dëshmitar të dashurisë së tij.